Kur erdhi dita e çlirimit të Mekës dhe priteshte që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të hynë në Mekë mbret dhe si çlirimtar kësaj here, pas shumë viteve që banorët e Mekës e luftuan dhe e persekutuan atë alayhi salatu wassalam, por ja Muhamedi i biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alayh, po hyn në Mekë mutati ar-ra's, duke pas kokën e ulur, se është duke hyrë në shtëpinë e të madhit Allah te bareke wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد Allahun të bareke wa ta'ala falemderojmë, atë gjellë wa ala e madhërojmë, për Allahun subhanahu wa ta'ala në sejdë dhe në rukubim, e falemderojmë Allahun gjellë wa ala, ashtu si që falemderoja i vetën e ti, ditën kur e kryoj qiellin edhe tokën dhe tha, Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda, falemderimet i takojnë atij i cili kryoj qiellit edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. E falemderojmë Allahun xhallahu ala në fillim, e falemderojmë atë subhanahu wa taala në mbarim. Ai është pronari i falemderimeve dhe hamdeve në qiell dhe në tokë, la ilaha illa Allah. Paqja dhe mëshira e Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotëriun ton Muhammedin të birin e Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alayh, atë pejgamber të cilën e zgjodhi Allahu te bareke wa taala si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu xhallahu ala kishte për t'ia thënë njerëzimit. Paqja dhe mëshira e Allahu xhallahu ala qofshin të gjitha për Muhamedin dhe për ndjekësit dhe pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, kisha vendosur sot që të flas për modestinë dhe derisa isha duke përgatitur temën edhe të gjej definicionin më të mirë të saj, e pash që definicioni më i mirë i fjalës modesti është një fjalë tjetër e ngjashme si ajo, sa herë që përmendet ai emër, nënkupton me automatizëm modestin. Pra ju vëllezërit e mi, çfarë do lloj definicioni që t'ju japin njerëzit për modestinë dhe thjeshtësinë, dijeni se definicioni më i mirë i saj është modestia është Muhamedi. Nuk ka njeri që një histori e njerëzore, nga ditën kur Allahu xhallahu ala i krijoi njerëzit dhe deri në fundin e saj, njeri më të thjeshtë dhe më modest se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O ju robër të Allahut, ai zgjoheshte nga mëngjesi i hershëm para se të lindën dielli, duke i fërkuar sytë e tij dhe thonte falënderimet i takojnë atij i cili më ngjalli pasi që isha i vdekur dhe tek ai do të kthehemi. Pastaj merrte abdest dhe shkonte në xhami për të fal namazin e sabahut, dhe kështu që nga fillimi i hershëm i mëngjesit dhe deri në orët e vona të natës, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht ishte në shërbim të fesë Allahu te bareke ve taala, vazhdimisht ishte, o ju vëllezërit e mi, në luftë dhe në xhihad për rrugt të Allahu te bareke ve taala. Gjatë gjithë kohës vamëson të njerëzve fenë e Zotit të madh xhelle xhelalu, dhe megjithatë në orët e vona të natës çoheshte përsëri që të falet para Zotit të tij xhelle u ala. Ka në transmetime e vendoste mjekrën e tij bujare në gjoksin e tij bujar, pra në shenjë modestie dhe thjeshtësie ka shi Allahu xhelle u ala, dhe fillonte të falet dhe të recitonte ajetet e bukura të Allahu xhelle u ala.
aq shumë falesht e natën derisa i anjeshin këmbët. E nëna e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala anha i thonte: "Khaffif ala nafsike ya Rasulallah", lehtësoja vetes o pejgamberi Allahut. Pra kaloj gjithë dita duke qenë në luftë dhe në xhihad, kaloj gjithë dita duke qenë në mundim dhe përpjekje për të mësuar njerëzve fenë e Allahut, por tash në mbrëmje o pejgamberi Allahut qetësoju dhe rehatoju. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shenjë modestie ka shikti Zotit të Madh xhallahu ala thonte: "E fala uhibbu an akuna abdan shakura", a nuk dëshiroj unë që të jem rob falemderues. O ju vëllezërit e mi, Allahu xhallahu ala e urdhëronte Muhamedin që t'va tregon njerëzve disa realitete se kush në realitet është ai. Por ai kur va tregon të atyre ju thonte: "Vallahi nuk du të lavdërohem, por Allahu pra më ka urdhëruar dhe më ka shpall që t'ju tregoj ju se në realitet kush jem unë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ana sayyidu waladi Adem yawm al-qiyamati wala fakhr", unë jem zotëriu i bijve të Ademit në ditën e Kiametit dhe vallahi nuk e thon për të lavdëru. Pra e them se Allahu xhelle xhelalu më ka thonë që t'va tregoj ju, por ndryshe unë nuk jem prej tyre që lavdërohem para njerëzve dhe tregoj mendje madhsi. O ju robër të Allahut, Muhamedi ishte një njeri i thjeshtë që uleshte aty ku gjente vend në mexhlis, sa që ndonjëherë një njeri i panjohur edhe nuk e njihte kush është Muhamedi. Ja në një ditë për ditëve, edhe një arabi fshatar për arapëve dhe tha: "Ku është Muhamedi?" Brana nuk e njohti atë, sa i nuk ishte i ulur në koltuk, nuk dalloheshte me veshjen dhe pamjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ja dikush i pe sahabëve i tha: "Dhaka al-abyad al-musharrab bil-humra", është ai bardhoshi atje i me mollza të kuqe alaihi salatu wassalam. O ju vëllezërit e mi, po ta shihit Muhamedi se si ulet, ai nuk uleshti si mbretërit, ai nuk uleshti si mendje mëdhejt, por ishte i thjesht në uljen e tij sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, nëna e besimtarve, në një ditë ja afrova ushimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai hante duke mos u mbështet në të djathtë apo në të majt, apo duke mos u mbështet në shpinën e tij. Pastaj ja afrova një mbështetëse dhe i thash: "Mbështetu pejgamberi Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jo, o nëna e besimtarëve, bel se akulu kema yakulu al-abd wa ashrabu kema yashrabu al-abd", por unë do të hasin han robërit dhe do të pi ujë siç pin robërit. La ilaha illallah. Qefi dhe dëshira më e madhe pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte të ulet me fukarat, të ulet me njerëzit e thjesht. Bile edhe e lutte Allahu xhallahu ala: "O Allah, më ngjall dhe më ringjall në ditën e Kiametit me njerëzit e thjesht." La ilaha illallah. Në atë ditë, ju vëllezërit e mi, kur njeriu dëshiron ta tregon pushtetin dhe sultanllëkun e vet. Në atë ditë kur njeriu dëshiron të tregon se paraardhësit e mi dhe ndjekësit e mi janë doktorët, janë inxhinierët, janë kryetarët, janë filani dhe alani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "O Allah, në atë ditë të madhe më uhshurni bil mesakin", më ringjall me miskinët, pra me të ngratët dhe të shkretët alaihi salatu wassalam. Ej vëllezërit e mi, ndodh të ndonjëherë një shërbetor apo një robëresh për robëreshave të Medines vinte dhe ja qante hallin pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk bënte sikur nuk e njihte atë, por e kapte për dorë dhe e mirte dhe ecte dhe rrotulloheshte dhe bënte tavaf në për rrugët e Medines të sheh se kush mund t'i ndihmon kësaj fukaraje dhe kësaj të ngrate dhe të shkrete alaihi salatu wassalam. O ju robërit e mi, thot Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu, që ditën kur e pash Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, wallahi nuk më kam pas syt e mi njeri më të mirë, mësues më të mirë përpara dhe pas se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A u thash, o ju vëllezërit e mi, se modestia nuk definohet me diçka tjetër, pos me Muhamedin të birin e Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. O ju vëllezërit e mi, ai alayhi salatu wassalam as njëherë nuk este në rrugë me shikimin lart. Çdo herë mbante atë në tokë në shenjë thjeshtësie, modestie, kashi Allahu të Madh te bareke ve teala. Kur erdhi dita e çlirimit të Mekës dhe priteshte që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të hyjë në Mekë mbret,
Dhe si çlirimtar kësaj here, pas shumë viteve që banorët e Mekës e luftuan dhe e persekutuan atë alayhi salatu wassalam, por ja Muhamedi i biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alayh, po hyn në Mekë mutati ar-ra's, duke pas kokën e ulur, se është duke hyrë në shtëpinë e të madhit Allah te bareke wa taala. Dhe vazhdoi Muhamedi biri Abdullahit që ta mban shikimin e tij të ulur në tokë në shenjë modestie dhe thjeshtësie para Allahu xhallahu wa ala, derisa të vijë dita e mahsherit të madh, atë ditë kur Allahu xhallahu wa ala do t'i thotë ya Muhammed irfa' ra'sak was'al tu'ta' washfa' tushfa'. O Muhammed, ngrite kokën dhe lutu se lutja të pranohet, dhe ndërmjetëso se ndërmjetësimi do t'jipet. Atë ditë i biri Abdullahi, kur të gjithë të tjerët do ta ulin kokën dhe shikimet e tyre, do ta ngren Muhamedi salawatu rabbi wa salamuhu alayh. Dërgoni salavate dhe selame për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. U thash dhe përsëris, nuk ka modestie jo vëllezërit e mi si modestia e Muhamedit alaihi salatu wassalam. Të gjithë veprat i bëri për Allah. Pejgamberllëkun e tij kishte për Allah, mësimin që vada njerëzve bëri për Allah. Megjithatë ju vëllezërit e mi, nga thjeshtësia dhe modestia, në një ditë prej ditëve ju tha sahabeve radhiyallahu ta'ala anhum, la ahadun minkum yadkhulu al-jannata bi'amalihi. Asnjëri prej jush nuk do të hyjë në xhenet me veprat e tij. Pra nuk jemi meritor për të hyrë në xhenet, o vëllezër. Sahabët i thanë, e as ty o pejgamberi Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të treguar modestinë se vallahi është shpresa e Allahut, është mëshira e Allahut, tha wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Tha as unë nuk do të hyj në xhenet vetëm në qoftë se më kaplon mëshira dhe rahmeti i Allahu xhallahu ala. Ku janë mendje mëdhejt dhe djemtë mendje mëdhejve, kryembretëri dhe djemtë e mbretërve? Ku janë ata që mendojnë se kanë bërë diçka për Allah dhe për Islam, o jo robër të Allah? Pse? A kanë bërë diçka më shumë se sa ka bërë Muhamedi biri Abdullahi? Jo vallahi. Megjithatë Muhamedi biri Abdullahi tha, shpresa e madhe se Allahu të na i pranon veprat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet i takojnë Allahut, salavat dhe selamet jetë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe nderi më i madh o umeti Muhammedit, që jemi umeti Muhammedit. Wallahi billahi, nuk na ka dhënë Allahu pas imanit, pra shahadetit, diçka mirësi më të madhe që na ka vendosur në flamurin e këtij njeriu. Për kot, o biri Ademit, o umeti Muhammedit dhe o djali i Islamit, do ta kuptosh ditën e mahsherit të madh. Atë ditë kur të parët që do të ringjallen jenë umeti Muhammedit, të parët që do të llogariten umeti Muhammedit, të parët që ta kalojnë urën e siratit umeti Muhammedit, të parët që të ta trokisin derën e xhenetit umeti Muhammedit. Popullata më e madhe në xhenet është umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra vallahi atë ditë, o biri i Islamit, do ta kuptosh se sa e madhe kishte pasjen që unë jem ndër flamurin e këtij Muhamedit të birit Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alej. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam, unë jemi pari i cili do të ringjallem në ditën e Kiametit, kur ja vëllahu i Musa do të jeti kapur për arshin e Allahut azza wa jall. Nuk e di a u ringjall para meje apo e shpëtoi Allahu xhelle xhelalu ditën e Turit të marr kur ati i ra të fikët. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga thjeshtësia dhe modestia që e kishte ky njeri, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, mos më dalloni mua nga Yunusi i biri Mettës dhe as nga një pejgamber prej pejgamberëve të tjerë. Inma ana ibnu amatin kanat ta'kulu al-qadid bi Mekkah, se me të vërtet unë jem djali i një gruaje që hante mishin e tharrët në Mekë. La ilaha illallah. O ju lezojt e mi sikur Muhamedi në Medinë ju thonë të njerëzve, unë jem shumë njeri i thjesht. Nana ime ka qenë një grua fukara në Mekë. Unë nuk e haroj fukarallokun tim. Kur vinin njerëzit, o ju lezër, në mejliset e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e lavdëronin, o Muhammed, o fisniki biri fisnikut, o bujari biri bujarit, thon daluni, la tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, inma ana abd. Mos më madhëroni mua siç e madhëruan të krishterët të Isain e birin e Merjemes, se unë jem rob. Inma ana abd.
unë jem rob. Thoni abdullahi wa rasulu, robi Allahu dhe i dërguar i tij. Eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasulu, dëshmojmë se Muhamedi është robi Allahut dhe i dërguar i tij alayhi salatu wassalam. Pra mos më lavdëroni se kështu krishterët e lavdëruan Isain derisa e bën atë edhe për Zot, edhe adhuruan pos Allahut. A shihni ndonjë fotografi të Muhamedit në këto xhamia tona? Jo, se Muhamedi nuk erdhi që ta madhëron veten e tij, por erdhi që ta madhëron Zotin dhe emrin e Zotit të tij subhanahu wa taala. O ju robër të Allahut, pasi që Muhamedi ishte i tillë, vallahi edhe ne dëshirojmë të jemi të tillë. Andaj, për edukata dhe cilësive më madhore, ju vëllezërit e mi, që ishte i edukuar kibiri i Abdullahit alisatu, është modestia, e kundërta është mendjemadhësia, o vëllezër. Andaj kanë ardhur argumente të shumta nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kush ka një grinë sa atomi të mendjemadhësisë nuk hyn në xhenetet e Allahut. Andaj, nuk ka hise në safet e muslimanëve një mendjemadh, një njeri i cili etiketon njerëzit, një njeri i cili nënçmon robërit e Allahut, robërit e Zotit xhallahu ala. Nuk ka hise në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një njeri, o ju vëllezërit e mi, që hyn i vrazhdë në xhami, del i vrazhdë nga xhamia, thosë se ja kemi vrananën. Ej, vëllezërit e mi, Muhamedi qeshështë edhe busqeshtë edhe me pabesimtarët, ai gëzoheshte kur në njëri prej tyre pranonte Islamin. Andaj, po, është veprimtaria ime, mrolja, por nuk është tradita dhe suneti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Islami është i pastër, Muhamedi është i pastër, tradita islame është e pastër. Por o ju vëllezërit e mi, ne ndoshta një ditë do të ikim nga ky qytet, do të shkojmë kush në lindje dhe në perëndim. Po mbajeni me mbi supet e juaja këtë flamur të madh të Islamit, me buzëqeshje, me modesti, me thjeshtësi, duke ia treguar botës se kjo pashallahu është e vërteta e Islamit. Elus Allahu xhallahu ala që të na kthen në këtë sirat el mustaqim, pra në këtë rrugë të drejtë, rrugën e Allahut dhe rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thjeshtësinë dhe modestinë të dërguarit të Allahut, në raportin e tij me Allahun, në raportin e tij me veten e tij dhe në raportin e tij me njerëzit alayhi salatu wassalam. Dërgoni salavate për Muhamedin, aq sa është numri i gurëve në tokë. Dërgoni salavate dhe selame për Muhamedin, aq sa është numri i qiejve aq sa është numri i yjeve në qiell. Paqja dhe mëshira e Allahu xhallahu ala qofshin të gjitha për Muhamedin, aq sa është numri i besimtarëve që ditën kur i krijoi Allahu ata. Paqja dhe mëshira e Allahu qofshin për Muhamedin, aq sa është numri i melekëve në tokë dhe në qiell. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin të gjitha për Muhamedin, aq sa është i rëndë dhe peshon arshi dhe kursia e Allahut, aq sa është i rëndë dhe peshon dielli dhe hana. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin për Muhamedin, aq sa është i rëndë dhe peshon toka dhe qielli. Allahumma salli ala Muhammed, derisa Allahu të na takon me të në tek haudi i tij, atë ditë kur do të pim prej duarve të tij bujare, salavatu rabbi wa salamuhu alayhi. O ju vëllezërit e mi, pas salavate dhe selame për Muhamedin alayhi salatu wassalam, lutim Allahun që ta bën kenar Islamin dhe muslimanët, të poshtën kufrin edhe shirkun, me të vërtet Zoti dhe Zoti ju është bujari i madh dhe i lartë dhe i drejti subhanahu wa taala. Lut Allahun xhallahu ala që ti mëshiron prindërit tanë dhe prindërit e prindërve. Thoni amin ya rabbal alamin. Lut Allahun xhallahu ala që të na shton dijen edhe imanin, edhe na jep kuptimin e Islamit dhe Kur'anit, ya rabbal alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Qohuni për namaz, Allahu ju mëshiron.